Obori mbretëror shqiptar ka njoftuar zyrtarisht martesën e Leka 2, princi shqiptarëve, me Blerta Celibashin. Sipas komunikatës zyrtare, martesa është kremtuar në një ceremoni private, duke ruajtur karakterin intim dhe solemn të kësaj ngjarjeje për familjen mbretërore shqiptare. Me këtë rast është publikuar edhe fotografia zyrtare e çiftit e realizuar në kështjellën Aponji në Slovaki. Ky është njoftimi. Obori mbretëror shqiptar ka kënaqësinë e veçantë të njoftoj martesën e lartësisë së tij mbretërore, Leka 2, princ i shqiptarëve, me zonjushën Blerta Celibashi. Martesa u kremtua në një ceremoni private, duke ruajtur karakterin e saj intim dhe solemn. Fotografia zyrtare e publikuar me këtë rast është realizuar në kështjellën Aponji në Slovaki. Për zgjedhja e këtij mjedisi historik, rezidencë familjes fisnike të lartmadhërisë së saj mbretreshës Geraldine u bë për të nderuar trashëgiminë e saj të çmuar dhe origjinën hungareze, e cila mbetet një pjesë e pandar e historisë së familjes mbretërore shqiptare. Pas martesës, princesh Blerta do të mbajë mbiemrin e familjes Zogu dhe titullin princesh e shqiptarëve. Familja mbretërore e ndan këtë lajm të gëzueshëm me kombin shqiptar dhe me miqtë e saj anë mban botës.